shqiptarëve. Kundra regjimit Rama Berisha. Do ta them këtu më bas. Dilti bishtit në shalë si Adriatik Lapaj me karrige në dorë do ikin nga i shesh? Jo. Ore zotri, është turpi i madh me 20 veta. O poli. Daj mendje, shikoj. O poli, shikoj. Se erdhi baba, tha. Deri në orën 18 jemi të ftuar për darkë tek Arlindi. Pastaj të premte për drek ka Groni, pastaj të shtunur e ka ky, pastaj PD-ja. Po këta janë turpët gjithë bashkërisht, janë turp, sepse nuk tërheqin më shqiptarët, janë lëtyra. Pse kanë dalë në skenë? Tani unë i them poli, se i kanë nxjerr Rama, janë ushtarë të Ramës që ditën e parë. E tregoi Endri Shabani me pozicion për ballukun këta. Ore këta bëjnë çfarë dojnë, po këta dalin her pas here, ambasadë takon të gjithë, edhe ne na takon. Vetë do të lë takimin ambasadën, marrësh në takim. Ta lë unë, do të presin ata të gjithë. Tani unë ty të garantoj që nëse delti merr një nisë Adriatik Lapaj, unë do të sjell 30 veta. Do të sjell 30 veta, 30, më shumë se ai do të sjell aty shesh. Po janë lëtyra sepse kanë bërë pazar, nuk janë të besueshëm. Po çfarë? Nuk duhet të sulmojnë çdo zë kundra qeverisë. Ta zë, po ata janë pjesë e qeverisë. Janë pjesë e qeverisë, mos e afro. Ora janë të gjithë. Ora poli, Partia Demokratike me 200 veta, turp që del me kuratarin natë ditë atje. Ç'a bërin më? Po janë idiotër më, sepse i kanë nxjerr marrin para për atë punë për të qendruar atje, janë të paguar. Po Sali Berisha është pa bën të njëjtën gjë më lojën e Tiranës harrot çështja Balluku. Ore Partia Demokratike që ka 500.000 vota me 200 veta ka përfunduar. Ore janë të pabesueshëm të gjithë poli. Janë njerëz që nuk kanë credo morale, çfarë i thon shqiptarëve. Ngrihet Adriatik Lapaj, ngrihet si idiot dhe thotë do marr 71 mandate. Po janë të pabesueshëm. Kush Arlin Çori pushtet, as Arlindi as. Po sepse janë vegla të vegjël pa ardhur pushtet. Ti pushtet ta ç'a bëjnë? Janë vegla, Janë vegla. Këta janë dekor të pushtetit, sa eri do Rama. Shive sa do zgjasim. Jo, fakti. Tani, më dëgjoj vllai, protesta, do marroj protesta tani dhe shajt dëgjojmë kur ti ketë Rama në nevojë tjetër i thrasi prap. Poli, janë thirrur në skenë le të themi përfaqësuesit më të rëndësishëm të asaj që konsiderohet le të themi ai mozaiku opozitar. Si e vlerëson? A ka lidhje kjo me goditjet që ka bërë SPAK? Ka një patjetër më po të shkosh, sepse qeveria de facto është bllokuar që ka dalë ajo shprehja tani se është bërë si me ka rënë Edi Rama, po ka rënë Sali Berishën dhe ngjan sikur s'ka rënë. E kupton? Është tani gjithë siç ra sot Balliu mbi Albana Vokshin. Po, që ta mbyllim kalën pak te PD-ja. Mua mu dhimbs vetëm ai. Pak te PD-ja politika. Tani jam vonë. Unë shikoj këto forcat e reja, të cilat kanë kanalet e tyre të tjerë. Unë po shikoj që po vrapojnë për të qenë, edhe sepse është situata domethënë e tjerë, po për të qenë gati, nuk po them atë se është në kuptim negativ, domethënë po vën karrigen apo shishin e qumshit, por po nxitojnë dhe ju takon të nxitojnë për një periudhë që nuk e di me kohë, sepse ne duam shpejt në shqiptarët. Nëse duam hiç, ta kishim dalë shpejt, kishim votuar kundër tyre. Për periudhën që po, dëgjoj, që po ne votojmë Ramën dhe Berishën, thotë kjo duam shpejt. Që po kërcet, po duket dhe nga ndërkombëtarët dhe nga lëvizjet e SPAK-ut që Shqipëria shumë shpejt do futet në një periudhë post regjimit Rama politik. Post regjimit Rama Berisha. Dhe post regjimi Rama Berisha, për shembull Adriatik Lapaj thotë qeveri tranzitore 12 mujore. Patjetër që do ketë elemente të rinj, të pakonsumuar, që s'kan punë me SPAK-un, që s'kan fjalë për korrupsionin e tjerë. Dhe këta s'ka Adriatik Lapaj s'ka. I përlyer kokës kam. Po i përlyer në përvetësim pronash bashkë me vjerrin e vet, po ja fut kotën. Okej, Poli, duhet dalim tek Partia Demokratike, tek kriza e Partisë Demokratike. Në këtë pjesë të emisionit do të vazhdojmë me situatën në Partinë Demokratike. Poli, çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, se duket se palët, domethënë tashmë është zbuluar, le të themi, ajo e vërteta e asaj që po ndodh. Ervin Saliani tashmë dhe Sali Berisha janë në përplasje, le të themi, të hapur edhe për shkak të deklaratave që i dëgjuam të gjithë, që i lexuam të gjithë të paktën tek mbledhja e Këshillit Kombëtar. Për mua ishin domethënë goditje të drejtë për drejta dhe ishte sulm, domethënë gati shpallje lufte nga ana e të dy palëve. Si lexon lëvizjet në PD dhe a jemi përballë një fakti të tillë apo Ervin Saliani mendon se do të vazhdojë të mbetet pranë Partisë Demokratike? Apo është vetë përjashtuar? Dua të po me sipas statusit që përmendi zoti Berisha është i vetë përjashtuar, sepse i plotson kriteret. Domethënë sipas Berishës që
jashtë asaj politikës, jashtë forumeve, e kanë ata të shkruarat. Megjithatë, kjo varet nga Saljani, se ka plot njerëz që nuk shkojnë tek Partia Demokratike, por nuk i hiq dot nga Partia Demokratike. Nuk ka iku ajo kohë, domethënë me urdhra apo me status. Se po thua nuk do ketë një vendim le të themi të shkruar për Saljanin Jo, që ai nuk po e çon deri aty sepse mund të mblidhet kryesia, e kupton se thotë e përjashton për 2 ty, po zgjedh të tjetrën që je i vetë përjashtuar. Por këto janë teknikalitete. Shko, për mendimin tim, kjo është historia e një mashtrimi të madh me të cilin Partia Demokratike ka frikë dhe berishisët nuk duan ta lejojnë që të ballafaqohet me një të vërtetë, me të vërtetat e mëdha. E gjitha ka nisur si një mashtrim nga foltoret, i cili tashmë po rezulton si një flusk dhe përse nisi dhe duhet të ballafaqohet me disa të vërteta. Lëvizja e Saljanit ishte një shans. Pavarësisht se filloi but në kuptimin të hapemi, të bashkohemi, të mendimin ndryshe etj. Por ne dim që fillon përrua mashtrim punën e foltoreve. Mashtrim të ky është problemi. Mashtrim një, e para, kur u rikthye sa nuk rikthehem për hallet e mia personale, por rikthehem për të bërë partinë më të madhe, të fitoj Erëzojmë Rama për 6 muaj, për ta hapur, për t'i zgjedhur ju deputetët, për të bërë primare të gjitha. Paralizuar. Lulzim Basha na ka shitur, ndërkohë sot thot na kanë vjedhur, edhe ato i fut që na kanë vjedhur, pavarësisht se është 250.000 votë. Non grada është e blerë, është e kështu, 2 non gradat vazhdojmë, proceset në SPAK edhe në gjykatë si i pandehur për korrupsion vazhdojnë, janë disa të vërteta të liderit, sepse demokratët nuk kanë asnjë lloj problemi as me Amerikën, as me Britaninë, as me SPAK-un, as me gjykatën. Po, e vërtetë është. Nuk kanë asnjë punë, përkundrazi amerikanët mezi presin, sidomos republikanët, po dhe demokratët mezi presin se PD-ja është një krijesë perëndimore, ne dim shumë mirë, ka lindur nga dëgjimi i zërit të Amerikës. Jo, ashtu është. Apo ja. Dhe ishte një shans lëvizja Saljani, që të ta konkretizoj për të filluar këtë ballafaqim me të vërtetat, e kupton? Dhe për të ndryshuar diçka. Kush ishte reagimi? Po. Ti shiko reagimin. Kush ishte armik? Dhe kemi arritur deri në atë katandisje, sa që partia e lindur si parti e shpërthyer, si parti që mendimi i lirë, mendimi ndryshe në kohën e komunizmit ishte ndrydhur, sa njerëzit kishin frikë të flisin dhe në dhomën e gjumit me gruan, se ky është shpërthimi i demokracisë dhe i kësaj, sot vetëm për një mendim ndryshe që për mendimin tim nuk shkonte deri te Sali Berisha dhe gati e pranonin të shkretët, Ali Mehmeti, aty sa doli pas Durrësit, vraponte studio me studio vetëm për të thënë që se kemi me Berishën. Unë e dua Berishën, aq u tramp. Dhe çfarë bën Sali Berisha? E kthen debatin gjithë këtë që ishte një shans i madh në gjën më të turshme, po dhe më të rrezikshme njëkohësisht, vetëm që të mos hapet ky debat në partinë të vërtetave në Partinë Demokratike dhe kthen kush e ka njeriu më të kërkuar në Shqipëri, në SPAK, nga Interpoli, nga Europoli, vrasës, trafikant droge, Suel Çelën. Dhe del... Pra teza është e qartë. Domethënë sipas Berishës, pas lëvizjes Saljani qëndron Suel Çela ka qenë siç gjithë kriminalet në Shqipëri, loj me 2 porta, njëra ndej më shumë e PS-n, kush është etj. Por ta lozësh ti këtë, ta akuzosh ti një sallë të mbushur, që për mua janë dhe sallat më të bukura që kam parë që pas 2021-shit, edhe në Durrës dhe në Gjirokastër, e ke parasysh me ata demokratë, çuna të rinj, flisnin qetë, shtronin problemet e tyre dhe ti quash ti ata ushtar të Suel Çelës, duhet të kesh një hall ose një mungesë logjike shumë të madhe, sepse ti je një lider që i di këto gjëra, ke 35 vjet. Dhe kjo është situata, ky është shansi i humbur. Mos i besojmë narrativës që ka aktualisht Partia Demokratike, që sot, domethënë, regjimi, siç e konsideron dhe PD-ja, është në dijet e saj të fundit, po shkërmoqet për shkak të një vullneti
që lexohet si një mbështetje e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të, le të themi, rrëzuar kryeministin Rama, dhe të gjitha këto lëvizje janë lëvizje që sponsorizohen nga Rama për goditur pikërisht Partinë Demokratike. Dakor, Rama i bën Pse mos jemi te kjo narrativ? Po jo, patjetër më valla, se Rama derisa ka arriti bleu një eksponent të lartë të FBI-s për të shkatruar PD-n dhe Lulzim Bashën, atëherë që u vërtetuan në gjykatë Tiranë, këto i ka buk me djathtë këtu brenda për brenda. Derisa e mori guximin që shkoi deri në Amerikë, ti bëj nga këto, patjetër që është një opsion. Dakor. Patjetër që është një opsion, por duhet të shikojnë çfarë thot grupi Ervin Saliani. Thot që nuk rrëzohet Edi Rama me foltore. Përkundra, thot këtë që do bëj ky ndat, thoshin këtë. Rrëzohet me protesta të mëdha, me mobilizim, me bashkim, etj. Dhe duke parë dhe vete në pasqyrë, sepse ka një gjë, valla. Ti e the, ma bëre hyrjen e pyetjes the Shtetet e Bashkuara, por unë po ta ngushtoj, po ta sjell këtu Spaku. Tani, dëgjoj një sekond. Kjo opozit, edhe protesta e datës 22, ka kuptim, nuk ka kuptim, siç thoshin sot në parlament. Na sillni të gjallë Belën këtu, sillni Agasin këtu. O zotëri, Belën dhe Agasin i ka kapur Spaku. Dhe nëse po i heq, patjetër me mbështetjen e kombëtarëve, se janë pesha të fuqishme, po i heq Spaku. Nuk po i heq ti si opozit. Ti si opozit duhet të bësh protest me vetëm një parull. Mbështesin Spakun nga sulmet, Edi Rama larg duart nga sulmet nga Spaku, sepse ka hapur një fushat kundra të papar Rama. Me sa shikojmë. Dhe po kush po ta bën ty këtë? Por çfarë bën opozita e Berishit? Është në tren komplet tjetër, organizat kriminale thot. Hiq ti këta thot, e ke parasysh. Ore zotri, ti duhet të mbrosh këta që po të japin asiste ty. Dhe si ke mbrojtur asnjëherë deri tani. Pavarësisht se tani kur her pas here ka ndonjë deklaratë. Çfarë bëri Agronshej? Sa doli nga ambasada amerikane? Sa doli nga ambasada amerikane, tha protesta në mbrojtje të Spakut nga Rama. Sepse Ramën, në qoftë se Belindën, Ramën e tjerë, qoftë se po i rrëzon, nuk po i rrëzon opozita, zotëri. Se opozita me këta madje ka bërë dhe dile. Apo ja. Edhe me kodin zgjedhor dhe me diçka tjetër etj. Kuptoj. Almer, ti si e shikon këtë situatë në Partinë Demokratike, duke qenë se je edhe afër Partisë Demokratike për sa i përket si i lexon këto zhvillime? Shiko, unë them që Partia Demokratike, më thënë, është në një lloj situate të tillë që herë është shpresdhënëse dhe herë është herë në njërë të jep idenë që aty gjithçka ka marrë fund. Unë mendoj që lëvizjet që janë sot, lëvizjet që po zhvillohen sot në Partinë Demokratike janë të nevojshme, janë jetike. Sepse Partia Demokratike është në situatën që ka nevojë për ndryshime të thella, ndryshime të forta rrënjësore për të bërë alternative besueshme dhe alternativë fituese. Fakti që leadershipi aktual këtë forcë nuk po e bën, nuk po krijon kushtet për të pasur një pritshmëri dhe një lloj besueshmërie të lartë tek demokratët, Ervin Saliani gjeti hapësirën dhe rrugën dhe po e shfrytëzon, dhe po bërë gjën e duhur. Është gjëja më e mirë e mundshme që mund të ndodhë një Parti Demokratike për të rizgjuar. Po, Berisha tha është vetë përjashtuar. Në një farë mënyre, pavarësisht se nuk është përjashtim me letra, ky është një sinjal. Këtë po e bën Suel Çela tha. Shiko, unë nuk mendoj që Partia Demokratike është në gjendjen që ka kushte të largojë dikë apo të afrojë dikë tjetër. Duhet t'i afrojë të gjithë. Dhe nuk mund të përjashtoj askënd. Problemi është se e vetë përjashtoj. Atëherë, unë mendoj që zoti Berisha mund ta shkarkojë nga kryesia, mund ta bëj ligjërisht. Po, e ka statutin, mund ta bëj. Por si antar i Partisë Demokratike Ervin Saliani nuk e bën, nuk e largon dot. Ervin Saliani është sot një politikan i ri i cili ka 2 rekorde të mira pozitive, që ato japin atë kredon që të bëj këtë lëvizje politike, ndryshe nga të tjerët, askush nuk ka mbështetjen e demokratëve dhe nuk ka çfarë i thotë demokratëve. Ervin Saliani ka rezultatin në Korçë, ka rezultatin e Bashkisë Kavajës. Të dy
trofe politik që i ka arritur fal punës tij. Është njëri i punës dhe Ervin Saliani kërkon që Partitë Demokratike ta nxjerrë nga bataku ku ndodhet sot. Po jo, një pjesë jo si vegël, thot Berisha, jo si vegël e Ramës edhe Suel Çelës. Shiko, unë kam dëgjuar dhe Gazmend Bardhin kur në vitin 2021 deklaroi që Suel Çela ka mbledhur firmat e deleguarve për kuvendin, por këto janë akuza politike brenda llojit. Kam dëgjuar Gazmend Bardhin ç'ka thënë për Sali Berishën, kam dëgjuar Flamur Nokon ç'ka thënë për Gazmend Bardhin, kam dëgjuar Sali Berishën ç'farë ka thënë për Gazmend Bardhin, në fund fare janë bashkuar. Morali politik në atë forcë apo politikën në tërësi ka kohë që është bën, pra nuk ka më moral. Aktualisht po ta dini ju, Flamur Noka ndodhet i regjistruar me çështjen SPAK fal padis që ka bërë Gazmend Bardhi, ndërkohë që fal kësaj padis ai është atje dhe mund të rrezikojë burgun, ndërkohë që ulet për ditë pranë Gazmend Bardhit. Tani unë nuk e lexoj dot këtë situatë dhe si gjërat rrjedhin në këtë mënyrë kur morali dhe fytyra politike, qofse shqiptarët e masin gjërat me atë sinqeritetin e tyre që kanë, duke i qëndruar besnik Partisë Demokratike, duke votuar për Partinë Demokratike, apo pjesa tjetër shqiptarëve që voton për Edi Ramën sepse besojnë ata janë të sinqert. Ky është një pyetje që i bëra edhe Polit. Ky është momenti që mazhoranca është në një moment tepër të vështirë. Në kuptimin që janë goditur pothuajse të gjitha këmbët që marrin fronin e pushtetit. Ky është një moment ku Partia Demokratike duhet ishte e unifikuar dhe këtë e ka në dorë sigurisht leadershipi i cili po jep sinjale dhe thot kjo përçarje nuk na shërben në këtë moment për shkak se për herë të parë kemi një goditje kapilare, le të themi të drejt për drejt mbi mazhorancën nga ana e SPAK-ut. Pra, kjo është pretendimi i Berishës. Berisha nuk po thotë që jam kundër, le të themi, një aktiviteti, por nuk është ky momenti, ky është argumenti. Unë mendoj, nëse zoti Berisha del dhe bën foltore dhe i ngjiten atje pas 100 veta, nuk i ngjiten as drejtuesi më të lartë të Partisë Demokratike, siç është Këshilli Kombëtar. Nuk tregon që ka forcë dhe mbështetje në publik. Del Ervin Saliani nga ana tjetër dhe mbledh demokratët e përgjithsisht të rinj, asnjëri as tjetra nuk po bën gjën e gabuar. Përkundrazi, ata duhet koordinohen për bërë gjën e duhur. Por këtë po bëhet fakti që Ervin Saliani ky koordinim po i shërben Ramës sot Berisha në terma për mua Ramës i shërben ata të cilët nuk japin zgjidhje situatës që është Partia Demokratike sot. Ata të cilët nuk rinovojnë partinë, ata të cilët nuk dinë të njohin përgjegjësi, ata të cilët e mbajnë partinë me forcën e çdo çfarë do llojshme. Pse ky është momenti, e vlerëson leadershipi i partisë kur është momenti për inovim. Unë mendoj që leadershipi i partisë ka një statut përpara. Pra, në bazë të statutit bëhen ndryshime. Duhet largohet Berisha, po që puna për statut duhet largohet. Si ta masim të kush është kandari që e vendos të drejtën? Është statuti i partisë. Tani Ervin Saliani në të gjithë daljet e tija nuk është shprehur asnjëherë që duhet largohet Berisha. Është shprehur që duhet rinovohet partia. Ervin Saliani ka thënë që nuk shtyhet më në këtë gjendje. Nuk është momenti që neve të presim më. Duhet revolt politike sepse i kemi të gjitha kushtet që Partia Demokratike të vinë në pushtet. Por ndërkohë, leadershipi qëndron ende duke përdorur retorikën politike që është aq zbese, aq fyese për demokratët, sa nuk prodhon më politikë reale, nuk prodhon politikë besueshme, nuk prodhon më alternativë. Për të rrëzuar të gjithë këtë lloj formulimi dhe artikulimi politik që bën Berisha, Ervin Saliani ka lëvizën zgjedhje ndryshe, po takon demokratët. Tani Ervin Saliani primet paktën brëm, po diskutoheshe situata në Partinë Demokratike, ndërkohë që mazhoranca është vënë, le të themi, nën shënjestrën e SPAK-ut, ku janë goditur dy superfuqit më të mëdha pranë kryeministit Rama. Unë ditë them që televizionet kanë linjë editoriale, kanë linjë editoriale dhe shumica janë kontrolluar nga qeveria. Kurrën e kemi pushim po. Ndërsa partia politike ka tjetër linjë. Jo, s'po merrem me linjë editoriale më. Unë po merrem me faktin, unë po merrem 2 ditë më pas erdhi dhe nisi dokumentin zyrtar Flamur Noka për nisjen e procesit të analizës zgjedhore. Pra, ishte një shkëndijë Ervin Salianit që i bëri këta njerëz që të kërkonin të ndiznin motorot sepse ishin duke fjetur dhe jo është duke u bërë një analizë e përciptë, është bërë një analizë fajsore. A është shkëndijë për rigjenerim apo është shkëndijë për t'i vënë flakën PD-s në këtë moment? Se kjo është pyetja. Ka një gjë. Unë mendoj që Partia Demokratike nëse qëndron në këtë gjendje, në këtë status quo ku është duke u shkërmoqur.
Partia Demokratike dikush duhet ta shkund, dikush do ta kapi trungun e pemës nga poshtë, edhe duhet ta shkund aq fort sa të rrëzoj të gjitha ato degët dhe kokrat e kalbura që qëndrojnë atje sipër në degë, në pemë. Pra Ervin Saljanji duke shkundur pemën nga kokrat e kalbura. Ata të cilët nuk duan të bien sepse janë aty për benefite, janë aty se i shërbejnë Ramës, janë aty se bëjnë pazare, ata nuk duan që të bien nga pema, të rrëzohen. Sepse ata pse trëmen nga Ervin Saljanji? Sepse Ervin Saljanji dal nga dal është një kërcënim real që mund t'i marrë vendin atyre. Nuk duan të lëshojnë vendin vëlla. Tani Flamur Noka thotë që ka deklaruar që ka organizuar Ervin Saljanji, ka organizuar foltoren e takimin që organizuar në Elbasan e ka organizuar Suel Çela. Unë zotri, ka akuzë zhvije kuqe, ka akuzë më të rëndë se kjo. Unë di them që Flamur Noka ka kontaktuar disa herë Suel Çelën. I ka kërkuar ndihmë për foltoren, personalisht e ka bërë. Por kjo është pa fytyrësi politike. Po unë po ta them unë, e ka kontaktuar më personalisht. Përkundrazi, Suel Çela i ka zgjidhur një problem jetë Flamur Nokës. Tani një pas rrezik to zgjedhje. Jo pas zgjedhje, jo. Zgjedhjet e para. Pra po flasim për zgjedhjet 2021. Në kur ishin në 2017 ka qenë. Edhe për zgjedhjet bashkiake, edhe për zgjedhjet 2023-shin, edhe në 2021. Okej. Po. Pra, kontaktin, kjo është pafytyrësia më e rëndë, që këta njerëz janë kthyer aq të cekët, aq hala bak politik, sa veprimin që bëjnë dhe ja veshin të tjerit, do të thonë tregon qartë që nuk është momenti që neve të presim dhe të mbajmë, të pranojmë si të vërtet absolute deklaratat e Flamurit. Zotri, partia duhet të ketë koshiencën e vet politike dhe t'i thrasë mendjes për duke i lënë hapësirë të gjithëve. Unë me foltorët e Ervin Saljanit kam parë çfarë kanë kuptuar. Që ka brez të ri të interesuar Partinë Demokratike se deri dje mendonin që ishin vetëm pleq, që ka njerëz që dinë të artikulojnë, që ka të rinj që janë shpresdhënës, që ka partia. Po kjo ka të rinj që nesër mund të jenë absolutisht element shumë të mirë që të drejtojnë shtetin shqiptar, mos ato duhet të rinj. Apo i shërben kjo lëvizje si sot Berisha. Kjo lëvizje e dha një efekt. Efekti i parë thash ishte sa nisi Ervin Saljanji foltore në takimin e Durrës, ditën tjetër Flamur Noka formuloi kërkesën për nisjen e riorganizimit, për nisjen e procesit të vlerësimit të zgjedhjeve. Pra, e dha një efekt. Aktualisht ta çashojnë, ta po kuptojnë gjë që Ervin Saljanji në terren ka një mbështetje shumë të fuqishme. Ervin Saljanji sot është një realitet politik që këta mund t'i shkundi dhe mund t'i rrëzojnë nga pozicioni që kanë. Ore zotëri, nuk kanë kohë këtë për Adriatik Lapaj që ka 5 veta atje që fle gjumë, s'fle shtëpi dhe fle atje. As këtë nuk shqetëson Adriatik Lapaj me 5 veta. Ervin Saljanji shqetëson sepse ka mrapa mbështetje të fuqishme. Pra, në çdo sallë që shkon Ervin Saljanji ka të paktën 300 veta. Ato foltore që kishte Berisha në 2022-shin, njëjtë njerëz sot janë me Ervin Saljanjin. Pra sot Sali Berisha që ja organizonin në Durrës, të paktën janë të njëjtë. Po janë të njëjtit njerëz, pra sot Sali Berisha nuk kupton këtë gjë, nuk po kupton dhe populla aktuale nuk kupton dot dëshirën dhe ambicien e demokratëve. Pra, demokratët nuk janë me Ervin Saljanji sepse Ervin Saljanji është i duri. Janë me dikë i cili i nxjerr nga bataku. Pra, janë duke kërkuar atë siç kishte populli hebrej dikur. Janë duke kërkuar Mojsiun e tyre. Mojsiun e tyre t'i nxjerrin nga skllavëria që ka bllokuar Partinë Demokratike. Aktualisht shikojnë si lëvizje, shikojnë Ervin Saljanjin. Nuk u bën njerëzit me Sali Berishën në 2021-shin. U bën kundër Lulzim Bashës. Edhe unë kam qenë kundër Lulzim Bashës, sepse mendova që nuk ja vlente më. Pra të gjitha të politikë që prodhoi ai nuk ja vlente më. Duhesh një ndryshim, dhe çfarë bën për t'jafun Sali Berishën? Sali Berisha do të kuptojë sot nuk janë me të sepse nuk është më i duri. Pra, ka interes të mirëfill politik demokratët. Zotëri, duan shpresë. Duan dikë i cili nxjerr bregun me ata, i jep fitoren. Nuk e shikojnë më te Berisha, do zgjidhin tjetrin. Nuk e bën Ervinit, do të ngjiten tjetrit. Pra nuk është se janë të lidhur specifikisht me figurën e Ervinit. Mendon se do të vazhdojë kjo gjë edhe pas deklaratave të Berishës që kush shkon aty është vetë përjashtuar. Unë di të them që në një moment caktuar pala do ulen do flasin, sepse u morën vesh me Gazmend Bardhin, u morën vesh edhe me grupet e tjera që të cilët Berisha i mori rreth vetes. Dhe me Ervinin do ulen. Jam i bindur që do ulen, por aktualisht për mua mendojnë që kanë një superfuqi numerike dhe mendojnë që janë të pathyeshëm, prandaj bëjnë këtë lloj artikulimi politik. Flokert, si shikon këto lëvizje në Partinë Demokratike, këtë eskalim të deklaratave ku Berisha akuzon Saljanjin si një njeri që të paktën në Elbasan u mbështet nga njerëzit e Suel Çelës, ndërkohë edhe Saljanji ju kundërpërgjigj me një deklaratë tjetër, pra është në një farë mënyrë një shpallje lufte nga të dy palët në nivel deklaratash, po them, dhe do shkoj kjo drejt kësaj që thot Almeri, drejt një negociate që më pas palët bëhen bashkë, apo një çarje drejt partije re, apo drejt hurit, një formacion i ri politik. Dëgjoj,
Normale do ishte dhe mirë do ishte që të mos shkonin drejt përçarjes, por të negocioni dhe të bashkoheshin. Problemi është se përfundimi i atyre negociatave cili do ishte. Pra në qoftë se përfundimi i atyre negociatave do ishte që hiqja lenës veja prengës, pra po heqim flamurin dhe po vemi lirin, ose po heqim gazin dhe po vendosim ku diun dikë tjetër, kjo pastaj do ishte e pa kuptimt. Dhe do ishte një tjetër zhgënjim. Ajo që ka ndodhur nuk e shoh në fakt si një kataklizmo që po bën kiametin, por është një energjizim i cili kam përshtypjen se në finale ata që po e sulmojnë, që në këtë rast është doktori, vetëm sa po vetë dëmtohen. Unë nuk e di pse këta nuk bën diçka tjetër, pra doktori, flamuri kështu me radhë, se një natë përpara bëjnë diçka tjetër, ka protest në datë 22. Sot kishim atë. Ja, po thot në lidhje me grupin. Në lidhje me grupimin. Okay. Sepse edhe te protesta kanë shkuar te Saljani. Vetëm se kanë shkuar një muaj e diçka më vonesë. Në momentin që ka dalë raporti e janë bërë gjitha Saljani dhe ka ndodhur historia e Ballukut, Saljani ka thënë në mbledhjet grupit në mbledhjet kryesisë, literalisht. Ata për 700.000 euro i vun flakën Tiranës dhe ndodhin si janari, me ata në kuptonte socialistët. Neve flasim këtu për afera që shkojnë 50 milione ku diun se çfarë dhe themi hajde bëjmë analizën e zgjedhjeve me bazën e partisë. Kjo është absurde, ka thënë ai, unë jam për protesta madje të ashpra, të dhunshme, ku diun si mund t'i quash. Ata kanë thënë që jo, do vazhdojmë analizën bla bla bla, dhe sot pas disa javësh që ka ndodhur ato që tha Almeri, që Saljani nuk është si Basha dje në kuptimin e njerëzve nga mbrapa, por është si Berisha dje kur bëri foltorën e tij. Kanë thënë, okay, hajde shkojmë drejt se rrugës se kjo ndoshta tërhiqka njerëz. Dhe në këtë kuptim, unë them që ka luajtur gabim doktori, sepse doktori duhet të sillet si lider dhe jo të shohë sot teksa dikush tjetër trajtohet si lider. Pra doktori, që kur doli nga burgu Ervin Saljani, e tjera me radhë,